Florian Binaj përgjigjet Ramës, aktori më i madh në Shqipëri është Edi Rama. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, kandidati i pavarur për Bashkinë e Tiranës, Florian Binaj është përgjigjur kryeministrit Rama, i cili e sulmoi në podcastin e tij duke thënë se ka marrë rol pasi aktorët të punkan. Binaj shkruan se aktori më i madh në Shqipëri është Edi Rama, i cili u merr shqiptarëve 140 milion euro se po bën incenerator pa vënë asnjë tull. Mëtej Binaj e quan Ramën edhe prestigjator. Aktori më i madh në Shqipëri është Edi Rama, që u merr 140 milion euro qytetarëve duke i bindur se po bën incinerator pa vënë asnjë tull. Prestigjator, shkruan Florian Binaj. Edhe pse është vetë artist, Rama e sulmoi në podcastin e tij Florian Binaj për faktin se është aktor, pasi sipas tij ka marrë rol pasi aktorët këtë punë kanë. Madje Rama i përmendi edhe pjesëmarrjen e Binajt në një kongres të Partisë Socialiste të para shumë viteve, duke mos pasur akuza apo dosje në SPAK si kandidatura e tij, Ogerta Manasterliu. Rama nuk ka se ku të kapet, ndryshe me Florian Binaj përveç profesionit të tij. Koneta është kaq e dëshpëruar sa për Tiranën ka nxjerr një aktor humori në rolin e një kandidati gjasme të pavarur që për vite të tëra i ka bërë për të qeshur të gjithë padallim, madje edhe vetë Kongresin e Partisë Socialiste ka shkrish gazit kur ka ardhur një herë për të luajtur rolin tim. Prandaj, unë nuk e gjykoj hiç fare aktorin për rolin e ri që ka marrë, se aktorët atë punë kanë, me role jetojnë, tha Rama.